Mirë mëngjesi. Do ta nis këtë ditë me mirë mëngjesi. Jemi në orët e para të mëngjesit dhe në fakt janë të shumta SMS-ët që më kanë ardhur edhe pse në fakt nuk e kisha në plan që orët e para të mëngjesit të analizoj këtë ngjarje. Thash ta lëj çik më vonë, por ishin të shumta mesazhe që më kanë britur në rrjetet e mia sociale. Tiranë jep mendimin tënd, Tiranë na analizo se çfarë ishte ajo poezi e cila u recitua sonte në Top Arena. A ishte me tendencë nga ana e produksionit, apo përdor produksioni Mateon dhe Brikenën për interesin e tyre? Çfarë po ndodh me këtë produksion? Kanë qenë të shumta pyetjet që më janë adresuar në platformat e mia digjitale. Realisht njëherë jam shumë i lumtur që Brikena ju rikthye Top Arenës. Vërtet u ndje mungesa e saj, vërtet të gjithë pyetën për të dhe vërtet ishin të afërta lëvizjet e Brikenës edhe Mateos të ngjajshme që në fakt të lënë të dyshosh për marrëdhënien dhe të lënë të dyshosh që produksioni është duke përdorur historinë e tyre për interesin e vet. Por duke njohur natyrën e Brikenës dhe karakterin e Brikenës, me thënë të drejtën, nuk e shoh këtë gjë të tillë. Tani un kam në duar poezinë, fillimisht njëherë dua ta lexoj poezinë, që si për koincidencë poezia ndodhi të jetë për ndarje, gjë që unë nuk mund të them që është për koincidencë, por mendoj që është e mirë menduar nga ana e produksionit dhe jo më kot u kërkua nga Ed Manushi që të recitohej kjo poezi sonte. Do me thënë që produksioni po përdor këtë historinë, po përdor këtë ngjarje për interesin e vet, unë këtë nuk e vë në pikë të dyshimit. Unë nuk e dyshoj që produksioni është duke përdorur situatën, por nuk më mbush mendjen mua që Mateo dhe Brikena janë duke përdorur veten e tyre në favor të televizionit Top Channel, sepse ka pas edhe nga ato që më kanë thënë Tiron, po në televizionin Top Channel pa marrë parasysh ato sa lek marrin, normal që për ato lek, për ato shuma edhe do kishin përdorur historinë e tyre. Unë në fakt nuk e shoh të tillë, se të paktën Brikena në Big Brother, ajo ishte në gjendje që të heqën dorën nga konkurimi për 100.000 euro. Vetëm që hyri Mateo dhe nuk dëshironte që produksioni ta përdorë atë. Dhe unë këtu jam i bindur që Brikena nuk merr 100.000 euro, do me thënë në këtë rrugtim që është duke bërë. Gjithsesi, poezia është kjo. S'ka gjë më të rëndë se pesha e mungesës. Nuk e di se ç'të bësh kur të shtrëngon në kraharor. Lotët të dalin pa vullnet të merret fryma, malli të mbledh në krahët e tij. E të zhyt në kujtime, në biseda, në foto dhe në vende. Heshtja të shtrydh zemrën deri në pikën ku të dridhen duart. Mungesa ka zhurmë aq të madhe sa ti të mos e ndjesh më veten, aq të ashpër sa ti të derdhësh në skutat më të errta të shpirtit tënd, aq të rëndë sa ti të mos shohesh dot, po aq shumë mungove edhe ti sot. Tani fundi ishte pikërisht dedikim për Mateo, dedikim drejtuar Brikenës, nga ana e Mateos, unë kështu të paktën e lexova fundin, sepse ishte Brikena ajo që mungoi dhe mendoj që nëpërmjet kësaj poezie, autorja ka dashur që ta përfshi çiftin. Unë nuk them që kjo poezi është një plan i Mateos dhe Brikenës, pash pak kamera të fokusuara tek Mateo dhe tek Brikena, do me thënë tek mimikat e tyre, tek qëndrimet e tyre, sepse në të gjitha format produksioni ka dashur që të merr një deklarat nga ana e Mateos edhe Brikenës. Unë them që çifti ka një krisje, sepse të tillë e shoh marrëdhënien. Do me thënë Brikena ka filluar pak të zbut zemrën me Mateon, por mua më ka rikthyer në ato ditët e para të Big Brotherit, ku çifti
dëshironte që të flet me njëri tjetrin, dëshironte që të ketë kontakte, por ishte kjo egoja që i mbante të dy të fort në shpirt. Dhe unë jo gjithmonë, domethënë, nuk e kam thënë troç që ato të dy janë ndarë. Unë them që nuk e bëjmë për klikime, edhe pse në fillim më kanë dhënë këtë mendim, por e shoh që kam qenë i gabuar. Unë mendoj që ato të dy kanë patur një krisje, një zënk, një mërzitje, mërzitje e cila i ka quar të dy në tensione të larta, do me thënë Brikena ishte njëri që me aq sa ne kemi arritur ta njohim në Big Brother që mërziteshte për pak e për shumë, dhe mendoj që Brikena nuk ka duruar. Mateo tashmë është lodhur duke e lutur, duke i shkuar nga mbrapa për ta bindur që këtë kështu e mendon gabim, ata ashtu e mendon gabim, dhe mendoj që të dy e kanë atë kokforcin, por gjë që unë e shoh epizod në epizod, edhe kam thënë që të qëndruarit në Top Arena, atyre do t'ua ndryshon mendimin, do t'ua ndryshon ndjesin, do t'ua ndryshon iden. Dhe që nga nata e parë që Brikena nuk e shikonte Mateon në fytyrë, dhe deri në natën e sonte që Brikena është gati të merr edhe një propozim nga Mateo, unë shoh që kjo poezia ishte pak tendencioze për të kuptuar nga mimikat, sepse gjuha e trupit ndonjëherë është gjuha që jep të gjitha përgjigjet, për të kuptuar nga mimika e dy personazheve si qëndron marrëdhënia e tyre. Dhe poezia ishte pak e koduar nga ana e produksionit. Tani është më se normale që Ed Manushi ta ketë tortën në dorë dhe mos ta shijoj tortën në suksesin e tij, do me thënë do të bënte gabimin më të madh. Unë nuk e quaj gabim një spektakël i cili përdor storje të ndryshme për viralitet, do me thënë ato do mundohen që ta shesin materialin e tyre dhe mirë bëjnë, përdorin strategji shumë të bukura dhe kjo tregon që do me thënë janë strateg për gjën e tyre, por shoh një Mateo që realisht i këndon me zë dashurisë, kur ka patur këngë, i këndon me emocion dashurisë dhe me emocionin që këndon Mateo, mund të këndoj vetëm një djalë që në zemër ka dikë që e do fort, të paktën ato që janë dashuruar e din shumë mirë se në çfarë periudhe është duke kaluar Mateo. Nëse është një ndarje, nuk do të thotë që një njeri ndahet sot edhe mund ta harroj një femrën brenda një dite. Unë mendoj që të harruarit të dashurisë është një periudhë shumë e gjatë dhe sidomos një periudhë kur ka takime, çfarë mund të harrosh ti? Ti thjesht mund të kesh kureshtjen, thjesht mund ta duash më tepër, thjesht mund ta kërkosh më tepër edhe thjesht mund të luash lojra të ndryshme me mendjen tënde, a ti flas tani, a ti flas pastaj, a ta fal, a të ri me të apo të kaloj momente të bukura. Do me thënë, nuk mundesh ti të qëndrosh me një person që ti e ke dashur dhe më pas do me thënë të ndahesh me të brenda një dite si asgjë. Unë shoh një krisje, por shoh edhe pika tendencioze nga ana e produksionit vetëm e vetëm për të kuptuar diçka më shumë rreth Mateo dhe Brikena.